Rrahjet, zënkat dhe mosmarrveshjet në Gostivar mbeten dukurish shqetësuese që ndodhen në kontinuitet. Këtë realitet e kuptojmë edhe nga kronikat e rregullta të policisë, nga ku çdo ditë raportojnë për raste të tilla. Ndërkaq vetëm gjatë ditës së djeshme janë regjistruar 2 raste të dhunës dhe 1 i arrestuar për kërcënim sigurie. Rasti i parë ka ndodhur dje ku në orën 21 në rrugën 18 nëntori në Gostivar, punonjësit policor nga Departamenti i Punëve të Brendshme Gostivar kanë arrestuar personin me iniciale SJ 37 vjeç nga Gostivari. Ai ishte në kërkim me urdhër gjykate për vuajtjen e dënimit me burg për vepër penale, kërcënim i sigurisë. Personi është dërguar në burgun e Tetovës për të vuajtur dënimin. Në rastin e dytë, personi me iniciale JM 20 vjeç nga fshati Dobërdolli i Gostivarit ka denoncuar se një ditë më parë rreth orës 22:30 para një lokali në fshatin Dobërdoll për shkak të një mosmarrveshje të mëparshme ishte sulmuar fizikisht nga 5 persona. Në denoncim përmenden emrat me iniciale SI, personi me iniciale OI, personi me iniciale HJ, personi me iniciale AK dhe personi me iniciale N. Policia po heton rrethanat dhe motivet e këtij incidenti. Ndërkaq po dje në orën 13:35 në Departamentin e Punëve të Brendshme Gostivar, personi me iniciale BH 36 vjeç nga fshati Dufi Gostivarit ka denoncuar se rreth orës 12:30 në rrugën Major Çede Filipovski në Gostivar, e bija e tij 15 vjeçare ishte sulmuar fizikisht nga personi me iniciale LK nga fshati Raven. Nga policia thonë se edhe ky rast është nën hetim. Policia e Gostivarit thekson se po merren masa të menjëhershme për zbardhjen e plotë të rasteve dhe sjelljen përpara drejtësisë të personave përgjegjës. Qytetarëve u bëhet thirrje të raportojnë çdo formë dhune dhe të kontribuojnë në ruajtjen e sigurisë publike.